الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ndaja tona, mezhliset tona vllazërore, edhe pse janë të gjera, edhe pse janë të mira, ato bëhen edhe më të mira kur aty mbizotron edukata e lartë, morali i lartë, pastërtia shpirtërore, pastërtia e zemrës. Kur ne aty u japim përparësi tjerëve para vetes tonë. Pikërisht ky është morali i mirëfillt drejt cilit na urdhëron edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe thot: Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. O besimtar, kur u thuhet juve jepni hapësirë dhe bëni vend për të tjerët në për mezhlise, në për ndaja, atëherë ju ashtu veproni. Cili është shpërblimi i kësaj? Allahu thot: yafsahillahu lakum. Allahu juve ju bën vend, ju jep hapësirë, ju shpërblen. Wa idha qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. E kur juve ju thuhet ngrituni, atëherë ju ngrituni. Pra veproni ashtu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sepse Allahu i ngrit në grada të larta ata për ju që kanë besuar dhe kanë dije. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allahu di mirë se çfarë ju veproni. Në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala po i urdhëron besimtarët me një edukatë të lartë. Ajo që aja të tregon të butë e të sjellshëm me njëri tjetrin. Dhe këtë Allahu subhanahu wa taala po e ilustron me një shembull që dikujt mund t'i duket fare i thjeshtë, pra një lëvizje shumë e thjeshtë, shumë e vogël, mirë po me atë lëvizje ti i bën vend vllaut ton musliman në mezhlis dhe me këtë ja përfiton zemrën atij dhe tregohesh modest e i thjeshtë ndaj tij. Dhe padyshim që ky urdhër i Allahu subhanahu wa taala është i përgjithshëm për çdo mezhlis dhe ndaj tonën. Pa marrë parasysh a është mezhlis apo ndaj ku përhapet dija, apo është ndaj e vizitave, ziareteve të ndryshme, apo çfarë do lloj tubimi në mesin e besimtarëve. Edhe pse është një edukat shumë e lartë, prap disa njerëzve kjo mund të duket si diçka e parëndësishme. Dhe nuk e praktikon atë me vëllezërit e tij musliman dhe jep përparësi komoditetit dhe rahatisë së tij në atë mezhlis ndaj komoditetit dhe rahatisë së vllaut të tij musliman. Dhe si pasojë e kësaj pastaj ndodhin shkutjet e lidhjeve dhe urrejtja në mesin e muslimanëve. Ndërkohë që bërja vend të tjerëve në për mezhlise, mikpritja atyre ashtu siç është me smiri, me fytyrë të qeshur, me edukatë të lartë, bën që të forcohet lidhja ndër vllazërore, të shtohet dashuria dhe është shenjë se ai musliman që vepron ashtu është njeri modest dhe ka zemër të pastër dhe dashuri të madhe ndaj vëllezërve të tij musliman. Allahu subhanahu wa taala po tregon, po thot yafsahillahu lakum. Allahu ju bën juve vend, ju jep hapësirë. Nuk duhet ta kuptojmë ajetin vetëm në kontekstin e ndajave tona dhe mezhliseve tona. Pra kur ti e nderon vllaun tën musliman dhe i bën vend e hapësirë atij në përndaja, Allahu ty të shpërblen. Pra qëllimi i ajetit dhe Allahu di më së miri është më i gjerë se kaq. Pra kur ti i bën vend vllaut tën musliman në përndaja dhe po vi ka ky shpërblim aq i madh i Allahut, çfarë mendon kur ti e shliron vllaun tën musliman nga një vështirësi e hall i madh në cilën është ai? Padyshim se shpërblimi i Allahu subhanahu wa taala për ty do të jetë edhe më i madh. Pastaj Allahu subhanahu wa taala po thot yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, sepse Allahu i ngre në grada të larta ata që kanë besuar në mesin e juaj dhe ata cilëve u është dhënë dija. Po tregon Allahu subhanahu wa taala në këtë pjesë të ajetit se kur njeriu i bindet Allahu subhanahu wa taala, i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, beson në Allahun, beson në pejgamberin dhe i zbaton urdhrat e tyre, atëherë padyshim që Allahu subhanahu wa taala këtë person do ta ngrijë në grada të larta. E po ashtu do ta ngrijë në grada të larta edhe atë person që Allahu i ka dhënë dije. Dhe kjo është një ngritje më e veçantë se sa e para. Kjo pjesë e ajetit po na bën me dije se ngritja reale, ngritja e vërtetë është vetëm prej Allahu subhanahu wa taala. Andaj mos prit ngritje dhe lavdata nga njerëzit. Ajo çfarë duhet ta kesh parasysh dhe të fokusohesh, të përqendrohesh në të është se sa i ngritur je te Allahu subhanahu wa taala, sepse ngritja vjen vetëm prej tij subhanahu wa taala. Pra Allahu në këtë ajet po tregon edhe për vlerën e dijes, për vlerën e madhe që e ka dija fetare. Dhe se ajo është shkak që ne si individ apo shoqëri islame të ngritemi. Pra në moment që ne i përkushtohemi dijes fetare, atëherë kjo me lejen e Allahu subhanahu wa taala do duhet shkak që ne të ngritemi në këtë botë edhe të ngritemi edhe në botën tjetër. Mirë po, kur ne ngritemi me dijen që e kemi, kur neve na hieshon dhe zbukuron dija, ajo është kur ne punojmë me dijen që e kemi.
Siç thoshte Aliu radhiyallahu an, hatafa al-ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Dia e thret punën. Nëse puna i përgjigjet, atëherë dia është e qëndrueshme dhe mbetet tek njeriu. Wa illa irtahal, nëse njeriu nuk punon me dijen e tij, atëherë dia largohet nga ai. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na jap dije dobishme. Sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.